arriti ta bëj këtë. Dhe arriti ta bëj më shumë gjatë monarkisë, sepse bëri shumë kundërshtar gjatë kohës që ishte ministri i brendshëm dhe kryeministër, dhe nëse do të mendojmë, do të bëjmë një skaner, cilat janë vitet, të themi, më të këqija të qeverisjes tij, sigurisht do të zgjidhnim zogun kryeministër, sepse pas qeverisjes së tij si kryeministër ndodhi dhe pas zgjedhjeve të 23-shit, të cilat patën probleme dhe opozita akuzonte zogun për të gjithë problematikën që ndodhi, nuk do të ndodhte revolucioni qershorit. Revolucioni qershorit ndodhi pikërisht nga një qeverisje jashmase e keqe e tij, si kryeministër, po dhe si protagonisti kryesor jetës politike shqiptare të asaj kohe. Nuk triumfuan idet e atij revolucioni, idet e Nolit, edhe për shkak se Noli nuk pati hapësira për të qeverisur si çdo deshte ai elitën politike shqiptare. Nuk pati profili i formatit i absolutisht. Nuk pati hapësira për të sjellë në Shqipëri demokracinë amerikane që e ndëronte. Dhe dështoi edhe sepse ai u mbështet shumë tek një organizatë që mbështeti gjatë revolucionit, që ishte Organizata e Bashkimit, e cila odhi apa shumë radikale në politikën e asaj kohe. Po Noli duhet ishte të mbante një ekuilibër midis radikalëve të majt, po dhe konservatorëve të djathtë, sepse për të ardhur në pushtet e mbështetën të gjithë. Gjë që nuk arriti do ta bëj, sepse konservatorët sa erdhi nuk e lanë që të implementonte programin e tij, që në letër ishte një program që ta kishin zili edhe vendet perëndimore, por që prekte interesat e atyre të cilët e mbështetën atë, po nuk kishin interes të zbatojë reforma agrare. Biles zogut të dërguar të lidhje si kombeve, Hunger, i kërkoi zogut të zbatonte reformën agrare dhe i ka thënë që nëse unë do ta zbatoj atë, unë brenda një nate do të bie nga pushteti. Ndërsa Noli kishte një Noli luftoi ta bëj dhe thotë vetë që një nga arsyet që unë nuk triumfoi ideja ime që mos zbatimi i reformës agrare. Po konservatorët që sollën në pushtet nuk mund të pranonin. Dhe ai nuk arriti, pavarësisht kërkesave të shumta sidomos të Pajkonicës, që të organizonte zgjedhje në mënyrë që ta bënte legjitime pushtetin e vet, sepse ai erdhi në pushtet me revolucion. Noli sigurisht që nuk kishte hapësira për ta bërë atë gjë, po të paktën duhet ta shpallte. E shpalli shumë vonë kur zogu me mbështetjen e Pashiqit dhe të Jugosllavisë erdhi në pushtet, rierdhi në pushtet fatmirësisht pa vrasje më, sepse ata që mbështetën Noli nuk kishin të gatshëm të vriteshin për të. Largimi i zogut në 1939, pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste, pas kaq kohësh, a shihet si zgjidhja vetme që i kishte mbetur, si një tradhti kombëtare, si mund ta lexojmë figurën e mbretërit shqiptar? Unë do ta lexoj sipas vendimeve që mori vetë zogun atë ditë. Zogu nuk ishte mbreti i parë shqiptar që u largua, mbreti i parë në Ballkan që u largua. E dyta, nuk ishte vendimi kryesor në ato diskutime me stafin e tij të ngushtë dhe i pari. Sigurisht që ai diskutoj të gjitha variantet. Të variantet e para ishte që të qëndronte në Shqipëri dhe të drejtonte lëvizjen kundër Italisë nga Shqipëria. Por nëse do të qëndronte në Shqipëri nuk mund të qëndronte në Tiranë, sepse pas pushtimit të Durrësit ishte shumë e lehtë për Italinë të pushtonte Tiranën. Dhe një nga mendimet ishte që të strehoj në Shqipërinë veriore, që ish për krasit e vet. Mirë po, mati nuk që mati i 20-s, qoftë dhe mati i 24-s. Matianët nuk ishin më aq mbështetës të zogut, edhe për arsyet që i përmenda më parë. Kështu që raposhtë si ide, sepse po të shkonte atje, dhe në qoftë se italianët do të bënin përpjekje ta kapnin në mat, ai e vetmja lëvizje që do të bënte do të ishte aratisja në Jugosllavi, me marrëdhënien me cilën nuk i kishte siç i kishte në 24-ën, sepse pasi erdhi në pushtet ai ktheu fytyrën nga Italia që e shikonte si shtet më të fuqishëm për të vënë lëvizje ingranazhet e shtetit shqiptar. Varianti tjetër ishte të lëvizja nga Juklindja, nga Korça, por nuk ishte Korça në një qytet që aq mbështetëse e zogut. Atëherë meqense gruaja vet sapo kishte lindur djalin e tij, sigurisht që edhe ato ndjeja njerëzore, dhe a kishte filluar të lëvizte dhe në drejtim të Korçës të shkonte në Itali, të gjitha këto bashk e detyruan atë të lëvizë. Sigurisht, po ta shohim nga sot do themi që ai duhet të qëndronte në Shqipëri dhe për të luftuar. Por ky ishte vendimi që mori ai dhe grupi ngushtë i tij,
duke menduar se mund të drejton televizjen nga jashtë të Shqipërisë, që e tentoj, por nuk kishte më përkrahës në Shqipëri. Dhe Partia e Tij e Legaliteti sigurisht që nuk që një partia që fuqishme, nuk drejtoj lëvizjen, që t'jepte ati legitimitetin për të rikthyer më si mbret, sepse elitat e vjetra urreshin edhe gjatë luftës nga rinia shqiptare. Nga rinia shqiptare në pjesën më të madhe u bashkua me frontin. Po, në atë kohë. Dhe fronti, ballistët më pas, ballistët dhe legalistët, për të arritur te konferenca e Mukjes dhe më pas e Pezës, zonja Duka. Është një periudhë dhe pasaj Mukja. Po, është një periudhë delikate për Shqipërinë gjithashtu, se fillimisht erdhën italianët, pastaj